Faleminderit shumë. Shëndetje. Kur do që jemi gati? Atëherë e pat edhe një seancë të radhës, pra ku partitë opozitare, subjektet opozitare vazhdojnë blokadën apo vazhdojnë taktikat bllokuese në konstituimin e kuvendit. Kushtetuta është mjaft e qartë, Kushtetuta e Republikës Kosovës thotë që është e drejtë ekskluzive e partisë fituese që ta propozojë kandidatin për kryetar komune. Ndërsa për dallim prej mënyrës se si formohet qeveria ku partia fituese duhet sigurojë edhe shumicën, tek votimi për kryesinë e kuvendit, pra kryetarin dhe nënkryetarët, kemi edhe interpretimin e gjykatës kushtetuese ku kërkohet që të gjithë deputetët duhet të jenë prezent dhe kanë për obligim që të votojnë. Pra duhet marrin pjesë në votim të gjithë deputetët, sepse është detyrë e të gjitha partive parlamentare pra që të konstituojnë kuvendin, që të votojnë për kryesinë e kuvendit. Po të ishte që partia fituese duhet siguroj shumicën tek kryetari i kuvendit, atëherë do të kishim problemin e radhës me njëherë ku do të bllokohej situata dhe konstituimi, sepse kjo do t'i binte që pastaj partitë opozitare nuk do t'i kishin 61 vota për formimin apo për votimin e nënkryetarëve të tyre. Ne çdo herë kemi qenë dëshmitar që edhe votat për kryetarin e kuvendit, edhe për nënkryetarët, pra kanë qenë votat të gjitha subjekteve, sepse kështu kërkohet nga kushtetuta për dallim prej votës për qeverinë, ku pra është patjetër obligim, detyrë e subjektit fitues, koalicionit fitues në mënyrë që të sigurojë votat për formim të qeverisë. Pra e pamë edhe sot, ngjashëm siç ishte rasti me verifikimin apo votimin e raportit për verifikim të mandateve, ku opozita fillimisht votoi kundër për ta bllokuar atë proces dhe pastaj në fund ndryshuan qëndrim, mirë po u dashë pra vendi t'i humb 4 ditë dhe 2 seanca me radhë në mënyrë që të kthehen në pikën fillestare dhe të votojnë për një raport i cili ishte procedural dhe kërkohet të kalojë si i tillë. E njëjta gjë është edhe për kryesinë e kuvendit. Pra kryetari dhe nënkryetarët e kuvendit duhet të votohen nga të gjitha partitë që janë në kuvend e pastaj vjen radha e mandatarit për qeverinë, ku janë 15 ditë që të sigurohet shumica e nevojshme sipas kushtetutës. Kandidati jon, siç edhe e përmendi pra Glauk Konjufca, vazhdon të jetë pra Albulina Haxhiu. Ky kandidat është propozimi i partisë fituese, apo kjo kandidat është propozimi i partisë fituese, e cila është e drejtë ekskluzive që ne garanton kushtetuta e vendit. Këtë përmendi edhe zotri Konjufca, pra që nevojitet me qenë se po shihet qartë që partitë opozitare nuk e kanë ndërmend që të ecin tutje dhe të zhbllokojnë procesin e konstituimit të kuvendit, duhet ndoshta që të ulemi njësoj siç u bë. Pra kur kishte konsultime mes subjekteve politike për raportin e verifikimit mandateve, pra po shihet që për çdo hap të gjatë rrugës duhet ketë një dakordim dhe konsensus politik në mënyrë që të zhbllokohet procesi. Po emri dhe propozimi i takon partisë fituese. Pra kjo është çështja. Këtë e thot kushtetuta. Ne e propozojmë, pra si parti fituese propozojmë kandidatin. Dhe është e udhës pra që kandidati i për kryetar, për edhe nënkryetarët pastaj të mbështeten nga gjithë deputetët. Po të hynim në këso lojra, ku kandidatët apo kandidati i partisë fituese kontestohet nga parti tjera, pastaj do të përfundonim me njëherë në blokadë në hapin e dytë, sepse njëjta gjë do të pritej të ndodhte edhe për nënkryetarët. Pra, çdo kush mund gjej vërejtje për kandidatët e subjektit tjetër. Mirë, po kemi të bëjmë me konstituimin e kuvendit, gjë që është hap kushtetues që na çon drejt zhbllokimit procesit dhe mandatarit për qeverinë dhe pastaj edhe hyrjen në afate të tjera. Nuk është vetë vendosje duke tregu jo konstruktive. Ne përkundrazi, të gjithë kanë thënë që ne do të bëjmë zvarritje, nuk do të propozojmë kandidat dhe do të zvarrisim procesin për të mos hyrë në afate. Po ndodhe kundërta. Ne kemi propozuar kandidatin, opozita ka mundësinë që ta zhbllokojë procesin, por po e bllokon atë. Prandaj edhe një herë shpresoj që gjatë ditëve të ardhshme, pra i kemi 2 ditë deri në seancën e radhës, opozita të reflektojë ngjashëm siç bëri me procesin dhe raportin e verifikimit të mandateve në mënyrë që të zhbllokohet procesi, sepse kjo është kërkesë edhe e kushtetutës dhe ka qenë edhe e përmendur si këshill në letrën e presidentes. Pra, deputetët kanë për obligim ta zhbllokojnë procesin.
Çështja e votave për mandatarin e qeverisë vjen tek pasi të zhbllokohet ky proces. Aktualisht pra jemi në këtë proces ku nevojitet që të konstituohet kuvendi duke votuar kryesin, pra kryetari dhe nënkryetarit. Çdo herë ekziston opsioni i zgjedhjeve, ne synojmë pra që të mos vije puna deri aty, sepse ai opsion çdo herë ekziston, pra sa herë që ka bllokada, por edhe për shkuën zgjedhje nevojitet konstituimi i kuvendit. Domethënë, sepse nuk mund të shpërndahet një kuvend që nuk ekziston, pra. Megjithatë është një hap i pakapërcyeshëm që duhet të ndodhë nga të gjitha subjektet politike. Faleminderit. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë. Lejoni t'ju them që në kuvend, në seancë, sapo u konstatua që u shkel edhe një herë rregulloria e kuvendit të Republikës së Kosovës për faktin se ishim në një proces të votimit dhe krejt çfarë ishte autorizuar sipas rregullores lëvizja vetëvendosje në këtë rast si fituese e zgjedhjeve ishte që të propozoj emrin. Do të thotë ish dashur që të procedohej me emër dhe me votim. Paralelja që po e tërheq lëvizja vetëvendosje, gjithashtu edhe zoti Konjufca në seancë që po thotë që janë dy gjana të njëjta sikur se rasti nën kryetarëve dhe i kryetarit të kuvendit nuk është as pak e saktë, për shkak se kryetari i kuvendit përfaqëson kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërkohë që nën kryetaret janë përfaqësues të grupeve politike dhe kjo është arsyeja pse ata votohen në pako. Kryetari është përfaqësues i kuvendit, i të gjithë 120 deputetëve. Kërkesa për kohë shtesë edhe për 48 orë tjera për të arritur një marrëveshje politike ku këta a priori insistojnë se nuk do ta ndryshojnë emrin e kandidates dhe në të njëjtën kohë insistojnë në atë që është drejt e ktyrja. Në anën tjetër, gjithashtu kërkojnë nga deputetët që ata të votojnë sipas vullnetit të lëvizjes vetëvendosje dhe jo sipas vullnetit të tyre, kjo veç vullnet për marrëveshje politike nuk është. Do me thamë sepse kur dy palë ulen për të bërë marrëveshje politike, natyrisht që duhet me u dëgju palët se çfarë po kërkojnë dhe ju keni dëgju tashmë një subjekt politik i cili ka problem, do me thamë, me kandidaturën. Sikur këta të ishin të interesuar për marrëveshje politike, natyrisht se ishin ulë me këtë subjekt politik dhe kishin folë se cili është emri i pranueshëm. Gjithashtu një e pavërtetë sapo u tha nga zoti Murati, sepse në rastet e kalume ka pasur shumicë për qeveri, e rrjedhimisht ajo shumicë e ka votu, i kanë pas votat, domethënë koalicionet, i kanë pas votat edhe për kryetar të kuvendit, ose ka pas raste kur kandidati propozuar ka qenë i pranishëm për të gjitha grupet politike të përfaqësuara në kuvend, gjë që nuk është rasti me tani. Ne, si Lidhja Demokratike e Kosovës, e kemi thënë që nga fillimi nuk kemi vot për, siç e pat, kemi votu kundër në 2 raundet që e kanë propozuar dhe nuk kemi vot për as për zonin Haxhiu dhe as për një kandidat tjetër. Që do të ulen dhe të provojnë bëj marrëveshje me partitë opozitare. A keni ndonjë emër të saktuar ju që e kishit votuar për kryetar të vendit, nëse ju Albulina Haxhiu? Ne, përgjësia në këtë rast është e partisë fituese. Ata duhet të ulen, të bisedojnë me partitë politike. Unë ju thash që ka një parti politike që tashmë është deklaruar se i ka të pranueshëm 2 emra. Dhe do të thotë në këtë rast dhe ju e dëgjut gjithashtu zotin Murati, i cili tha që vetëvendosje nuk heq dorë nga kandidatura e njëjtë të cilën e kanë propozuar. Do të thotë nuk po flitet për kurrfarë marrëveshje. Bllokues të vërtet në këtë rast janë lëvizja vetëvendosje. Do të thonë thjesht janë ata të cilët duhet me kërku prej tyne, ata duhet me ulë me partitë politike. Ne definitivisht nuk jemi ata që po kërkojmë një emër tjetër nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, ata mujnë me propozu si parti fituese edhe një kandidat prej komplet një grupi politik tjetër dhe na mandej ulemi i pyesim deputet se si dojnë me votu ata. A jeni të hapur për marrëveshje politike me vetëvendosje me? Jo, nuk jemi në të hapur. Nuk mund ta them deri me tani sepse nuk pat ftesë për takim. Domethënë sikur nuk e di sepse janë organet e partisë të cilat vendosin dhe do të varet prej mënyrës se çfarë ftesë do të kemi në këtë rast.